Tensionet në kufit lindor të NATO-s janë rritur sërish pas një incidenti të ri ajror në Letoni. Një avion luftarak tip Dassault Rafale i forcave franceze rrëzoi një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore letoneze nga territori rus, sipas autoriteteve ushtarake. Ngjarja ndodhi në orët e parë të mëngjesit pranë fshatit Berzgeul, vetëm rreth 30 kilometra nga kufiri me Rusinë. Ushtria e Letonisë deklaroi se droni kishte kaluar kufirin si pasojë e asaj që e cilësoi si luftë elektromagnetike ruse, megjithse nuk specifikohej se kush e kishte lëshuar mjetin fluturues. Sipas ministrit letones të mbrojtjes, vendimi për rrëzimin e dronit u mor nga komanda e NATO-s pas vlerësimit të rrezikut për sigurinë e hapësirës ajrore të aleancës. Autoritetet konfirmuan se nuk pati të lënduar dhe as dëme materiale nga incidenti. Nga ana e saj, ushtria franceze konfirmoi se avionet e saj të dislokuar në rajon ndërmorën operacionin për neutralizimin e objektit pa identifikuar. Kryeministri i Letonisë vlerësoi reagimin e shpejtë të forcave aleate, ndërsa NATO deklaroi se ngjarja demonstron aftësinë e aleancës për të mbrojtur territorin e saj dhe për t'u përgjigjur menjëherë çdo kërcënimi. Përpara rrëzimit të dronit, autoritetet kishin paralajmëruar banorët në zonat lindore të vendit që të qëndronin brenda banesave si mas paraprake sigurie. Incidenti vjen në një kohë kur shqetësimet për përhapjen e konfliktit në Ukrainë përtej kufive të saj vazhdojnë të rriten. Muajin e kaluar, një avion ushtarak rumun rrëzoi një dron të dyshuar ukrainas mbi territorin e Estonisë. Ekspertët e sigurisë paralajmërojnë se incidentet të tilla mund të bëhen më të shpeshta, ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon dhe tensionet mes Rusisë dhe NATO-s mbeten në nivele të larta.